Po, është vërtet që na janë prej diasporës sonë me shumë shok. Ju bëj thirrje gjithë shqiptarëve kudo që janë me 17 shkort me ardhë në sheshin e Prishtinës, me liru luftëtarët e tonë që ata neve në kanë sjellë lirinë me shokët e vet, ata në kjo në mesin tonë me festu lirinë bashkë. Shpresoj që kjo është viti i fundit, që kjo padrejtësi që është të bëjë aty njerëzve në Hag, edhe këto të mohon njerëzit që mund me bën ndikime të mëdha në kjo të bën ndikime për ata njerëz që më ardhën festu me neve. Shpresoj që kjo është viti i fundit që ata njerëz janë mbyllur atje. Vitin tjetër shpresoj që ata vinë me neve me festu bashkë pavarësinë e Kosovës, se emri pavarësi shumë është fjalë e madhe, pavarësi. Sa ne jemi të pavarur për shkak tyre, për shkak dëshmorëve që kanë dhënë gjak për këtë vend, për këtë liri, ata sot janë gjallë edhe nuk investojnë domosdoshmë me neve lirinë sot, pa drejtësia 200%, e shpresoj që vitin tjetër ata janë me neve me festu pavarësinë. Jo bëj thirrje i madh e i vogël të martën në sheshin e Prishtinës me dal dhe me kërku lirimin e tyre që është të janë mbajt pa kurfar drejtësie. Shpresoj që vitin tjetër, pavarësinë tjetër e presim krejt së bashku. Me luftëtarët e tonë që e kanë dhonë gjithë që kanë pas për këtë vend, e sot ata pa drejtësinë do mund jesin mbyll atje. Shpresoj që vitin tjetër gjurmë me neve.